kemi pa shpesher në highlights të Pro Kredit Superligës, lojtari më atraktiv edhe lojtari që vitet e fundit i ka fitu krejt trofejt e mundshëm. Me neve sonte, kapiti. Dardan, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Qësh je? Mirë jo, E ke pushu? Po jo shumë e pushu se pak ngarkesë e madhe tash me play-off edhe me finale, po edhe pak edhe tani pushojna pak më gjatë. Edhe pak që pi bjen po Po mendoj kurdo që kryhet, pushojna pak më gjatë. Apo ndikon që kjo seria mes javë fundjavë apo është më e lodhshme, normal se seria rregullt? Po jo edhe shumë në atë aspektin që krejt Superliga gati jo konë qështu me dy lojë njoftë, kështu që jena mësu, ma mirë është dyqysh me dy lojë njoftë. Jenë ritëm të lojës. Edhe ma shumë ka lojë, ma pak servite, kështu që ma mirë me servita me lujt. Me lujt, 100%. Definitivisht. Definitivisht me lujt është ma mirë. Unë besoj që zhvillohesh ma shumë si lejtar, si gjithçka, kështu që me lujt është ma mirë. Me lujt ma mirë. Qysh po kalon çdo ditë? Ka fillu finalet apo i man tension? Mirë, tensioni normal që është i madh, sidomos në Mitrovica e dina që edhe para finaleve është një tension shumë i madh. Lemu tash në finale. Po, lemu tash në finale është tension i madh, mirë po viti i tretë jemi në për finale, kështu që është pak më rutina. Pak më rutinë. Qa bën para lojës? A ki diçka një rutinë tonde që dukesh më interesant që e bën që është dardani qaj? Jo na sen, po si çdo lojtar normal e kena rutinën tonë që shritojna, ç'a bojna para lojës, çysh nxejëm, unë kam një rutinë mas pari dal shtoj. Okay. Mas ne i pak me fizioterapeuta e bëj aktivizime, mobilitet pak, edhe mas ne i veçina me ekip nxejmi edhe kur knohet mas ne i himni mënona me qetësu vetën sa më shumë, mos me marr me stres, me kontrollu frymëmarrjen sene edhe me hin lojë sa më i relaksum. A të pëlqen që ke pjesa që na lëshojna himnin para çdo loje? Po, për mua është shumë i mirë se që tash na është edhe keni vrejt, i msheli syt, hin veti ashtu mënona mu qetësu sa më shumë që para lojës me kon sa më qetë që kur hin lojë mos mi bë do gabime me adrenalinë ashtu. Okej. Tash kanë fillu finalet, veç para se me kalu te finalet, ju gjithë finalet i patet me pjesë. Lojë kogja tensionume, u kry seria para se 3-1. A ndjeve ti qatë tensionin e lojës? Po, tensioni u konë këgja i madhë, sidomos ka pas edhe shumë fyre ndaj disa individëve edhe u konë shumë e pahishme, u konë një nivel shumë i olt i njerëzve që kanë ardhur dhe kanë fyr në atë mënyrë. Si në Pej, po besoj edhe si në Mitrovica, kur i e vendas nuk i nin qatë shumë se nuk bëhen ndaj lojtarëve tu ose ndaj teje. Po e di që janë konë caktum disa individa që janë konë disa fyre që u konë shumë nivel i olt për basketbolin tonë. Por për sa lojt janë konë këgja të vështira, Peja na ka bu problem gjatë gjithë sezonës, edhe bashkë në pozitën tem qendrat i kanë pos këgja të mira, që na duhet me pranu që një lojë para se më janë njësë gjysmë finale, që kina pos me Pejen lojën e fundit në Super League, qendrat e tyne kanë dominu mua dhe Sean Jonesin. Kështu që ka qenë një lojë shumë e mirë, një lojë me intensitet shumë madh, edhe në fundja dole me fitu 3-1. Finalja prap me bashkimin. 2-0 momentalisht seria, këtu kur po të gjirojna. Çka po e bën këtë finale më të veçantë se të vitit kalum? Ku po jenë qato dallimet për parësitë e juve? Po besoj që për parësitë tona janë që i kena disa lojtarë që janë me më shumë eksperiencë se vitin e kalum. Vitin e kalum e kena pas një roster pak më të ri. Po. Pak më të ri. Këtë vit e kena këtë ekipën e vjetër. Vile na bujna ajgare me Drilonin, thujna Driloni u mejt Majriu në ekip. Po do me thonë e kena një ekip pak më me shumë eksperiencë. Lojtarë vendore tash që 3 vjet jena në për finale, unë personalisht jam ma i qetë, ma i relaksum jam të lujt. Po luj mirë, kote fundit. Gjithë ke luj, po me nejtë ashtë po luj ma mirë. Apo ndikon kjo edhe në atë vetë bestimin që kur po dhe në parket me mukon ma vetja? Po, shumë. 2 ose 3 lojë para se më janë njësë play-off, kom hi me një ritëm shumë të mirë. Edhe kanë ndiku shumë mirë ajo, për shembull në gjithë finale që kom hi me Pejen se kom një, kom pos një farë vetë besime edhe një farë ritmi shumë atë mirë, se do lojt mira. Apo shpallet rip që kampion, si pas teje? Po... Apo për e tyra një back to back? Besoj që po. Pse? Besoj që po se kena, si pas meje, kena trajnerin më të mirë, se bashkimi. Është Adisin Adina që ka fitu shumë trofej në Kosovë. Edhe një farë mënyrë që me thonë ja ka marrë dorën kësoj ligës në atojna. I kena lejtarët e huj, i kena më të mirë, edhe kena më shumë vendorë. Nëse shkojmë kok për kok, trajneri po të ma i mirë, lojtarët e huj, lojtarët vendor, që po i bie... Jo, shumë atë mirë lojtarët vendor, por jena ma shumë. Kena rotacion ma shumë në ekip.
prej lojtarëve vendor edhe prej bankës. Edhe bashkimi me do lëndime që i ka qendra që Julian Duçi s'po lunej plus Andersoni do plot me do Kjo lëndime. qendra mirë për ty që s'po luan. Njëjtë, Ma let. njëjtë. Nëse kishe mujt me marrë vesh një lojtar prej bashkimit për finale me lujt bashkë me Juve, cili kish me qenë? Besoj që Lejson Zeqiri. Pse Lejsoni? Po ka performanca shumë mira, është një lojtar shumë i mirë edhe besoj që i shumë përshton lojën edhe ai. Okej, ju s'keni lujt bashkë ndonjëherë jo? Jo, kur. Ndoshta ju shmojnë bashkë vitin tjetër? Veç nëse vjen ai në Trepç. Si ti je në Trepç? Po, edhe një vetë kam Edhe një kontratën. vetë je në Trepç. Në Trepç. Okej. Edhe një vetë në Trepç i Bardani, kështu që jemi në rregull. U kon edhe më herët e u kon e ditën. Po, patjetër. Pe ki problem me lujnë që në atmosferë të zjarta, e po am 2 lojë plot minatori. Po flasim për këtë pjesën kur ti shkon në Pej, në Prizren, në Prishtinë, ofendime, sa ndikojnë. Po me të kallëzu drejt. Ty personalisht si Dardan. Po, nuk është që ka diçka shumë të atakuar personalisht. Jo, çato ka të thonë, me të kallëzu drejt mu personalisht nuk më ofendojnë kurkosh. Ka individa që po nuk javnoj shumë veshin. Adin është ndryshe për shembull me kon Drilan Hajrizi që e ofendojnë shumë salla adin. Mu s'm ofendojnë shumë kështu që ato ofendimet, ato sene nuk më bojnë shumë përshtypje, a luj mirë apo s'luj mirë nuk kanë ndaj farë ndikimi. Mirë po çdo atmosferë zjarrt është një farë adrenalinë në fillim, po dyqysh kur hin loj mas do minuta dyqysh hub në loj. Atë nuk e nin shumë publikun, nuk e adin. Dyqysh koncentrohesh loj mënona më kon sa më i fokusuar në lojë dhe çato çka kena me bë, çka kena aton me bë para lojës. Kështu që ti se ki me publik, po e ki me Adisin diçka. Gjithë e ki me Adisin, gjithë është Adis të vërtit. Po, është Adisi të vërtit, është detajes shumë i mirë dhe ka njerë thëmë, kur gjithë po bëj shumë mirë, Ku që atë që bëj mirë, a pet diçka bëj gabim. Që ki raporti me Adisin? Po, shumë mirë. Po mrej, krasa soj, a i dënë ti me pas performansë të mirë, po raporti jëtë me Adisin? Po raporti me Adisin është shumë i mirë, edhe pse në kamera shihet që ai bërtet shumë, Adin është ka njerë edhe keq, kush është ai jashtë që më thonë jashtë fushën në televizor se duket pak shumë i ashpër, po ai është puna e Adisit është shumë detajist shumë i madh. Okej. Është detajist, do të thonë çdo detaj e don me pas, edhe pak diçka me bu një gabim, ai bërtet. Po raportet e mia me Adisin jam shumë falendërues ç'a bën ai për mua dhe u kon një trajner më i mirë pa dyshim që kom punuar me ta. Por çaj përket basketbollit edhe sa një basketbollin edhe krejt u kon është trajneri më i mirë që kom punuar. Po thuaj si rezultati i punës ti është Dardani sot që po performon, apo? Gjithçish, po. I punës ti, po normal edhe para tina njerëzve drejtro sa ne. Bashkë të drejtër desha munal. Ti ke punuar edhe me drejtro në fillim, shumë shpesh e shoh që drejtro prombele që një afet ka po. Qysh e ki raport me drejtën, qysh e kujton që ato ditë e para me drejtën kur ke filluar? Drejtro është ketë një raport tjetër, drejtro është familje. Okej. Drejtro është njëri që beson mas shumë ti mua dhe pa drejtro nësë kësha mujtë kur gjë me bu. Sa i përket basketbollit, nuk isha kun basketbollist pa drejtron. Okej. Do me thonë, ai qatë shumë ka besu mu, qatë shumë më ka ushtru, qatë shumë më ka kritiku, çdo lojë. A din që drejtër është një person që nëse ka punë gjatë ditës, rrin deri në 2-3 me kështu lojën teme, edhe unë shkon në 2 natës, në 3 natës ma bën. Sigurt. Po. Ma bën çështë. Bravo, ose çka ke bu, ose a vedin çado që shkom lujt, në varë shkom lujt edhe drejtër është definitivisht njëri kryesor pse unë sot jam kush jam. Pse je basketbollist? Po, pse jam basketbollist edhe çdo sukses individual që e kom pas është drejtër se foja, edhe mas ne kryem me Valton Bilallin që më kanë një mu me shku në mas fari në Amsterdam, tani në Amerikë, po edhe para se me shku në Amsterdam, unë ka zhvillu, drejtëro unë ka zhvillu shumë, Kerasan i ka lunë Superliga atëherë, unë jam si 16 vjeçar, më duket. Jam kohën pjesë e Kerasanit, luajnë Superligë. Nuk ja ka interesu shumë suksesi ekipor, sa i ka interesu unë më zhvillu si lejtar, edhe një ditë me arrit diçka pak më shumë. Kështu që gjithmonë falenderuesim ndaj tina është Besoj edhe ajo shumë krenar sot për ty. Edhe vret, në mënyra që shkruan drejtro, që shpojt drejtro, gjithçish vret. Është njëri nashta që më don më shumë ti basketboll. Në herë kur flas me drejtron edhe kur jemi ashtu të fol për basketbollista vendore, kështu atë kur fol për Dardanin ashtu i vëllojnë syt. Kallzova jena familje, jena. Ti kështu pi Prishtinës? Po, Prishtinali. Po lun Mitrovica. Apo të ngucin dostat? Po, është një farë, unë jo veç Prishtinali, po edhe Vranje Vsali. Double.
Pra mendo ta kanë Cali po luajnë trepsh. Mirë, po është biznes. Është biznes me këtë punë na çështojnë e mojna dhe familjen tonë, edhe është biznes, edhe në komenu që jam njeri Prishtinalia i parë që luan në ekip trepçës, po më kanë kallëzuar që shkon edhe një futbollist që kish luan trepç, mos ne ish kthy në Prishtinë. Po do me në basketbol ti i parë? Në basketbol po unë jam Prishtinalia i parë, po jo, në Mitrovic unë kam prit mirë, kur nuk kam pas. Apo thonë herë ky Prishtinalia që. Jo, si kum ni, nashta edhe thonë, po nuk i kum ni na herë të thonë. Folëm për play-offin e përmendëm krej këto qa u ka ndodhë momentalisht. Flasim për Kosovën. Atë kujtohet kur ke luajtur për herë parë me fanellë Kosovës? Po. Farë ndjenje? U konin por menon për kombëtarën për kombëtare. Edhe për gjeneratat e reja. Se te konë të gjeneratat e reja. Po, për gjeneratat e reja, akoma më duket gjenerata e parë që kena luajt në kampionat evropian, në divizion C në San Marino. Edhe u kon fillimi jam i basketbollit që atër 6 muaj më duket sa e pa tanis basketbollit, edhe u kon një farë apo marrin as po marrin me përfaqësuese, edhe u kon një gëzim shumë i madh, një krenari shumë e madhe me luajt për Kosovën, u kon me përfaqësuesin tonë është një krenari shumë e madhe dhe u kon një emocion shumë i mirë. Mas 2 vjetë më duket, mas 2 vjetë më kanë ftuar edhe në kombëtarën A. Reprezentacion edhe ajo u kon një ëndër që u bë realitet. Edhe u kon një ndjenjë e përzime dyqysh, nuk di që me shpjegu, u kon një ndjenjë shumë e mirë, po edhe shumë emocione. Tash je bo dhe njëni përgjithtarëve kështë Kosovës. Që shpeki që të përgjithsina, po është ma e madhe, emocionet ma të mdoja? Po, ko menu që me vite ka mu qaj emocion dhe qaj ka me kon ma pak, po kur po rrët ke përgjithsia dhe kur po bëjshë një lejtarë në këq, përgjithsia përshtoj ke dyqysh kur nuk po kaleshin që ato emocione, vish rritën, përgjithsia është ma e madhe, njerëzit presin ma shumë prej teje, se sa kur e kon i ri, nëse ke performu mirë, je përmen, nëse ke performu keq, është i ri, po tash mos jam i ri. Tash jo. E do me thonë, tash kur presin njerëz është ndryshe, kur presin njerëz diçka për teje dhe ti dosh me performu mirë. Te ke fituar edhe kampionatin U18 në Prishtinë? Po, divizionin C. Divizionin C, gjenerata U18, Meritoni, Adurimi, Rënukaj. Që kujton qatë kampionat, ndër kampionatet e para në Kosovë, ju e keni fitu? Po, me tregu drejt, nashta dhe që jam bu disa vite, nuk kujtoj shumë për që ati kampionatit, s'muj me rajt, vi që e kujtoj Rënuka, pa performu shumë mirë, Rënuka, sidomos në finali, ka pas disa ngulitje, disa të gjëra. Jo ka bo shumë mirë edhe pa të shpoll MVP. I kampionatit. Po, i kampionatit edhe gjithë u pa të mkon një farë gëzimi, u pa të mgëzu shumë, që pa të fitu MVP një lejtari i Kosovës, u pa të kon. Që ato e kujtoj gjëra tjera pak. Pak rëndësi, dhe më thonë nuk jeti ashtu individualist me performu one e qa bojnë tjetë Jo, a besha e ku mojnë me një sen të Rënukës që u kon. Ma shumë se për veti. Ma shumë se për veti. Sa mirë. Tash në verës kemi 2 lojt, me Slovakinë edhe me Shqipnin. Që ka me prit Dardanet prej Dardanit? Po, si çdo lojtar që vjen me lujt për Kosovën, kena me jep maksimumin, kanë me kon lojt e vështira shumë. Sidomos me Slovakinë ka me kon një lojt shumë e vështire, po më rosterën e tynëve po, që e kanë një trajner, po ashtu edhe lojtar shumë mirë. Kështu që me Slovakinë ka me kon lojt më e vështirë se me Shqipërinë. S'po them se me Shqipërinë s'ka me kon lojt më e vështirë se edhe me Shqipërinë normal, ka me kon lojt e vështirë, por me Slovakinë ka me kon shumë e vështirë, po do ta japi maksimumin dhe shpresoj që do të kemi sukses dhe të kualifikohemi tutje. Cila është ëndra jote më e madhe me Kosovën, që thu shumë kisha dash me ndodhë që kësen? Kualifikimin evropian. I shkon një ëndër jemja që... Ti je halo i ri. Besën që mujna me ri? Relativisht i ri. Por me mri kampionatin evropian besoj që... E kështu në brenda përfaqësuesës, për shembull, të mushit që unë ka thonë që njeri ma fani është Lisi më thoi ke gjumër, unë si jam fani, çka bëjone. Lisi më thoi kjo është arti, s'dija e ke mbriti unë kur kon arti. Vitin e kalum, u kon arti me neve, se para 2 vite, vitin e kalum jo. Nuk e di. Ç'është atmosfera brenda përfaqësuesës, e cili është dallimi me lut për përfaqësuesën e për klub? Po, atmosfera brenda përfaqësuesës është shumë e mirë, ne gjithë na ketë jena shok mes veti, po bojna hajgara, përshë njëni ka thonë për dikon tjetër që ma foni, aja që ka di që ma foni tjetër ka thonë. Lisi ta una. Kështu që, unë mendoj që trajneri, Bujar Ljoci është ma foni, me komentet e tina,
është shumë funny, është. Qa bën bujori? Po veç dokumentet që jep do sene janë shumë Me po një hajgare. cimerti, se kreti kishin ka një cimer kështu të vazhdushëm. Po, e kena që ashtu e kena një me Meriton Ismailin. Okej, kështu me gjenerata, pak a shumë qatë e një. Gjithë bashk, mas nej. E cili është shoku jot më i mirë, kështu basketbollit që ta ka dhënë një shok më të mirë. Meriton Ismailin. Okej. Sa i përket përfaqësuesën, apo? Po folim Shumë për njerëz që janë përgjithsi. përfaqësuese. Apo Në përgjithësi basketbolli. Po unë ma shumë Meriton Ismaili, Dion Sheqiri, Arbër Sinani me qëta rri mas shumë të edhe gjatë verës edhe gjithë këta i kam shokët ma të mirë. Shok më të mirë, ta man krejt për Shinali nuk pas ke dalë. Po, është aspekti që jena gjenerate E njëjta gjenerat, njëjta po. gjenerate dhe abedin, unë e normal që i kam edhe shokë edhe tjerë, po është ndryshe për sene tjera folëm, për sene tjetër. tjera bojnë adin, se nuk është vetëm këta. Qa folni ju, qa folni? Po jo, po për shembull, unë kam musiqin, Drillonin, Lisin, këtë, po folëm ma shumë për basketball, për abedin Po, me këta gjithçysh. daljo ma shumë me që për mena Meritonin, Kush Dionin, është rënë Arbrin. modeli jot në basketball, që e këqyre dhe frymëzohesh, qoftë vendor, po edhe ndërkombëtar, normal. Me të regu drejt, Lishoshi u kon kur ka qenë në Amerikë mas pore në kollegj, mas me kur shkova one u kon në shqiptar që ku mujt me këqyr, ajo kon kogja i sukses shumë, u pat të shku në NCAA tournament, edhe u pat pas disa lojt mira, patën shku më duket, e patën fitu lojën e parë, më duket edhe Lisi pat jep tresha. Performancë shumë mirë, pat pas Lisi edhe gjithë e pata këqyr, edhe pata mundu sa ma shumë me mësu pitina, kone edhe një sen që edhe trajnerat atje e njefshin Lisin. Okej. Edhe kom pos, adin më thëshin këqyre që apo bën, këqyre qysh pi bën lëvizje, qysh po lun, edhe shumë e kom këqyre edhe kom mundu me mësu me pitina sa ma shumë. Okej. Po, lëndimet Lisin e kanë ljonë pak. Po, lëndimet e kanë ljonë pak, mas ne jaj shkoj edhe në Izrael, pat një performancë shumë Shumë të mirë. mirë. Mas ne unë karo pak me ushtru edhe me to me përfaqësuesit Kosovës, kur pak para se mu lëndu. Kështu që Lisi u kon një farë rol modeli që e kon këqyr, masi që u kon që ato hapat e mi edhe u kon pozita e njej që kena lu naj. Edhe psa jo kon shumë ma i mirë, u kon shumë ma skillsone. Po, A i boti sot ma i mirë se Lisi? Jo, halo, a? Jo, s'besoj, u kon Lisi para lëndimeve. Unë e besoj që Lisi mos kish pas lëndime, i shkon në Euroleague që ta ashtu lu. Po, a? Po vrejet edhe kur ushtroj edhe që tash me tënë stërviti me përfaqësuesit Kosovës, vrejet sa është skilled, nuk po di që Po, e qartë. është shumë skilled, është dihet që u kon shumë lejtari mirë edhe I meqëm e një basketbollin. basketbollin edhe vrejet që kish arrit shumë ma shumë nëse nuk ish kon për lëndime. Në Kosovë është një farë debati i hapur halja mes gotit basketbollit. Dardan Berisha me njën, Drilon Hajrizit me 2 të lunë Kosovë, Drillonin e kinë Trepq, cilë me një mjët personal për qëtë pjesë. Kush është dhe gota? Po, Edhe pse? Nga nuk isha mujt me nda as njënin, duhet kam pas një karierë. Një që si përgjizje e prita. Po nuk mund, për në men nuk mund është se cillit thu, nuk është, duhet me përfshi edhe tjetrin, është cillit që thu është gabim ose mirë. Pse kishe thonë që Dardani është, edhe pse kishe thonë Drilloni? Ka një arsye për të dytë. Po na e dina që Dardani ka pas një karierë shumë të madhe edhe me Polonin, edhe ka lune për ekipin në Europë edhe pat lune në Eurobasket edhe gjithmonë ka pas performanca shumë mira si me ekip, si me përfaqësuesit Kosovës, u kon kur na kon si fëmijë këtë i kena njoft 2 njerëz. Dardan Berishën edhe Drilon Hajrizin. Krejt na basketbollistat e ri, ose edhe para se më vu basketbollista, unë pak vonja kom nis basketit. Kur ja ke nis me një basket? Me 15 vjet, 2015. Pak para se më vu 2016, do të thonë 10 orë, do të thonë gati 16 vjet i kam. Okej, do të thonë nuk është vonë me nis me një basketboll. Jo, asnjë. Me 15 vjet më një membri. Do të thonë kjo bibjet që ti për 11 vjet je bo që ky karakter edhe që ky lloj lojtarit. Po, tash po hina në tem tjetër se ndru fakt tema, po në me kom pas fat që i kom punu me trajnerin me Drëtron Stefan. Ajo ko njëri që u qu në ora në 6 mëngjes, kena shku në pallat Trinisë dhe kena ushtru çdo ditë. Ka ushtru me mu shumë, ka bo që mos që mund qit jashtë Kosovës, më zhvillu në jashtë Kosovës, mandej me pas edhe Asi ju këthym qëtë dhe Drejtore ka temperamentin e Adisit, me roste. E vërtit, bile dhe ma keq ka njerë. Po, a përshë, u jam mësu me të, tash edhe me Adisin. Kur gjoj interesant. Po, i me ta mos ti më ti jetë hotrit. Po, Drilloni me të borç kërse si. Drilloni, me të kalzu drejt edhe Drillonin e kam si lloj mentori.
në trep gjithë jep këshilla, ndihmon, e dina që e ka pas një karrierë shumë të madhe. Edhe halo me Sovjet i ka, edhe Sovjet i ka në Super League që luan edhe halo është top form. Top form. Top form është. Mujna me thonë Lirësjaj, po edhe si Dardani. Patjetër e pa që lojtar të kyç kanë Driloni Dardani në gjysmëfinale. Gjysmëfinale, vërtet. Kështu që Driloni është një njeri që mu më ka ndihmu shumë sa i përket. Unë ka ndihmu me atë eksperiencën e tina që ka, unë ka ndihmu se edhe në Mitrovic që tash presioni pak shumë i madh edhe mund është shumë lehtë mu thy, si lojtar i ri që kom shkuar para 3 vjetëve. Edhe ai gjithë ka jep këshilla, gjithë mundohet më ndihmu me më jep senet e tina që ai ka mësua ai edhe çfarë lëvizje ka se gjithçka që ka mësuar në basketboll më jep mu. Që unë më koni lojtar shumë më i mirë. Plot basketbollista, plot sportista në fakt nuk këqyrin sportin e vet. A këqyr ti basketboll jashtë videoanalizës me trajnera? Me tregu drejt, mundona me këqyr lojtë e mia veç. Lojtë e mia mundona me këqyr vetën çka kam bo gabim, mundona me këqyr çka kena adin si ekip, si mundona me këqyr më shumë lojtë e mia se që. Ai detajistik kështu? Po si më kohën, po unë ka bo adisi. Unë ka bo adisi se kur shkojna në meeting gjithë e di që ka më kohë një pyetje ndaj meje pse pe bujna qëto, ose pse këta pe bujnë qëto, gjithë është një pyetje ndaj meje, kështu që... A pe ki përgjigjen? Qëtash vitet e fundit, po, shumë ma shumë. Vitin e parë, dytë, jo shumë. Jo shumë. Qysh është një ditë e jotja pa basketball? Qa bën? Sot e ke pas off? Po, sot off. Po, mundona me tregu drejt edhe kur ka ditë off mi u përkushtu rikuperimit sa ma shumë, mi u përkushtu se nuk kena pas edhe shumë ditë off me shumë loj, me sene, edhe mundona sa ma shumë me bo rikuperim, me nejt me familje, e kam prioritet shumë të madh, se kam qëndru disa vjetë pa familje në Amerikë, larg familjes, edhe mundona me nejt me familje sa ma shumë, me bo rikuperim, diçka najsen, naj masazh me fizioterapeuta, najsen qështu, edhe që kjo është... A kina i hobi kështu që thu, kur ta kom një ditë pushim, me bu qëtësa se mu më pelqen me bu, qoft me shku dikon, me bu diçka... Po veç kom qef pak me ndruat rutinën, me dal dikon, me pi një kafe, me thirr një shok, që kjo është që paka shumë ju, najsen. Çka të bën më shumë të nervoz gjatë lojës? Nuk që nervoz drejt me thu, nervoz është të mushiqin, adin kështu pak a shumë, po ty nuk që nervoz. Po si jam tip që jam shumë nervoz ashtu, edhe me kohë nuk e shprej shumë. Nuk e shprej, okej. Me tregu drejt, lojnë para 2 lojëve 5 lira i kom up, shumë jam bu, çatë jam bu shumë. Nervoz me vete. Nervoz me vete, jam bu shumë. Po më shumë ti naj gabim jam i mbrojtje, naj gabim që e bëj amatoresk, që mi thonë mbrojtje, më bën shumë nervoz se nuk do të mi bëj ato gabime. Edhe mundona aty që jam shumë kritikues i vetvetes, mundona gjithçka me kon perfekt. Që nuk është e mundur, nuk ekziston. Edhe ka njerë me të tregu drejt bile pak unë bën dëm që mundona gjithë me kon perfekt, kur me bu naj gabim, tani pak ndryshon loja, mbjen ai ritmi, adin ndryshon pak loja. Që nuk është e mirë, do që to jam të mundu me punu çdo ditë që me hek atë farë me kon shumë kritikues ndaj vetes se gjithë bojna gabime. Patjetër. Blok, ngulitje apo 3 pikësh. 3 që ka i bërë. Kështu paraprakisht çfarë Po më në sekondat fundit lojës, po vendos lojën Dardan Kapite. Me cilin kishe pas qef? Po ngulitja dhe blokada kom bo gjatë gjithë karrierës teme në basketboll. Qëta është 3 pikëshat, jënë të ma jep një ndjenjë shumë mirë, edhe shqyqër zotit. Edhe ti dorën si t'lisit, paka shumë të butë, se kretu i njëse e ka dorën e butë. Qëtarë më ka bo e butë, se së kohën më erët. Me rëndësi me u bo. Kështë që 3 pikëshë i këra thonë është të ma jep një ndjenjë shumë matë mirë, qëtarë se me ngulitja dhe blokada, a di si urdzu me qato treshet e tua, ke po një video, urdzu njeri të me thonë, krejt ato treshe. Po, diçka e reje për mu, diçka që besoj që mundet më një mu shumë të ardhmen u zhvillu si basketbolist. Qka tët a di si mas lojës, kur e kin një performancë mirë, që atë thot? Fjallët e para që ti thot? Korë nuk më lofdra. Gjithë të ta gjithë një gabim të ta bo. Nuk më rejt, është një tip që donë me konë, donë me të mojtë me kom tokë, që shtojnë ana. Edhe gjithë, do me thonë na dhe kur të fitojna na i loj për shembull, na i këshyrëm video analizën që e bojna qaso lojë që e kena fitu, i këshyrëm nësë është 1 orë video analiza, do me thonë 50 minuta i kushtuam seneve që kena bu gabim, 10 minuta nështë i kushtuam seneve të mira që kena bu. Që ashtu është vetë adisi, është një tip që i këshyrë, do me përmesu ma shumë gabime, se sa që a i këshyrë mu vetë knoq me qato të mira që i ka bu. Kështu që
shumë rrallë ndodh që të lavdën na herë, kështu që kur të lavdën dihet që diçka një farë performancë u kun. Shumë Për shembull me cek lojnë finalet të kupës me Bashkimin Këtë vit. Gravec, okay. Gravec, mas luajës unë ka thonë bravo. A dyqysh, a den shuniva sa mirë më thonë a disi bravo, dyqa kom bot tepër mirë më thonë a disi bravo, po unë pëlqen ajo që na mon me kom në tokë, se ka njerë shumë shtirë kur performon mirë, ose kur lunë, kur fiton shumë, me najt me kom në tokë. Kërë që a disi është a njëri që na mon, din me të mojt me kom në tokë. Që ki raporti me pjesën tjetër piti, po shumë mirë, Brahimi. na në trep që na krejt janë njerëz të mirë, ma spore janë mirë, bujna, është shumë atmosfera e mirë, na është edhe që po fitujna shumë, ka një s'ko qysh me kohë ndryshe. Por në mes e thonë që nëse kur humbe, sen është pak ma një atmosfere zëmt. Normal. Po shumë e ka mirë me gjithë me pitin na njëm qysh moti prej kategorive të reja. Edhe pitja ko gja fani? Po pitja shumë fani, do me thonë, ketë për janë fani. A i pes, po i fani. Okay. Kështë edhe pitja është shumë fani, që edhe si trajneri Bujar Loci, edhe pitja është shumë fani, është din me ndrejsh atmosferën, din me boatë dhe lajgaret e tina. Te për mene pjesën Amerikë, që të ka mësu Amerika për jetën edhe për basketbolin? Po, edhe për jetë edhe basketbol është që mos mi marrë shumë senet me stres, ku aju të ka me ardhë, herë du ku do me thonë, vish dush me prit, dush me thonë radhën tone, dush me prit, ki me pas edhe ti një moment, ose një prime time, do me thonë, vish du të me punu sa ma shumë edhe me prit, ku në tone, kur do që është ajo ku aju të ka me ardhë. Që është të mbet nësoj edhe për jetë është sen një njëjtë, me punu sa ma shumë edhe me prit, herë du kur do keme koni sukseshëm. Që të ka mungu ma shumë të në Amerikë? Familja, definitivist. Raporte, unë isho prende tu, vinë gjdo lojë Mitrovic, që është e ndjenja me mi pas ndeshje? Kur u pata këthy mas Amerikës, me lujt për komtare para 3 vjetë, do me thonë mas një që shkova në trep, Prizren, do me thonë me po prind që janë konë fushë konë një emocion shumë i madhë për mu. Shumë i madhë dhe mojnë men mas luje kom qajtë. Kur i kom përqafu prind, kom qajtë se unë kanë mungu shumë, në Amerikë mi po sprint offer vetit është një ndjesi shumë e mirë. A menon që kishe përfumu pak ma mirë nësi kishe po sprint atje? 50% ma mirë. 50% ma mirë? Minimum. A kanë ardhë? A kanë pas mundësi me ardhë? Jo, s'kan pas mundësi me ardhë. S'jon kanë kushtet ekonomike, s'kan pas mundësi me ardhë. Mirë po tash esha edhe vetë vinë gjdo lojë, janë superstus të mi matë maj. Pa marrë parasysh qysh luj. A janë kritikus ata? Jo. E qaj, dikoj. Pa marrë parasysh qysh luj, ma bujnë bravo, shumë mirë ke luj, si të mos mami. Gjithë gjona ato të mirat që i kom bu, edhe gjithë bravo, shumë mirë ke luj. Qaj, përshë që dikush belja dhe mos me të kritiku, as ti vetëm, po prind jo. Po prind janë. E me ushqim tradicional shiki raportet? A nuk është që të bën shumë përshtypje që kja? Nuk më bën shumë përshtypje, po kur jam kohë në Amerikë normal që unë kam mungu ato gatimet e mamit, e nonës që unë kam mungu mas nej kur pata orë, hajsha ka gja shumë, po tash shumë pak. Tash që ki rutinën ushqimore, a je strikt në qitë pjesë? Po, mënona me kun shama shumë strikt, mënona me hongër sa ma shumë healthy, mos me hongër shumë sheqer, mos me hongër shumë fast food, po nuk jam fansi madhe i ambëlsira ota i sheqerit, kështu që mundona sa ma shumë. E që e ki kështu një ushqim ma për qefja, dhe që kur vjen qështu dhe jo fitu në nonës, që ta me ma posat. Që sot për shambull pite me spanaq. Po valla. E ka venin e vetë. Po, sa dush me hungër shneqë, me spanaq i shneqë. Po jo, a din qysh, me hungër njerë në mujt, 2 herë mujt, nuk është kur gjë. Nuk është kur gjë, pak me thy rutinën me hungër. Nëse i shkon në dorën tonde, qaj kishë ndryshu një regull basketbollet që ti rriton ka pak? Hopi direkt. Hapi direkt, kur si kësha thirë hopat. Në Amerikë është ma ndryshe. Po, në Amerikë kur si kanë thirë hopat. Kur e morë në Kosovë, dhe bujna i gore na dojna kur Kosovë këtu me nëzispresin me t'i thirë, si te bën hopin direkt, i qyrë gëzore referat me njerë, me ta thirë hopin direkt, mo ka dalë, me vëq pak njerë me bu. Që ki raport një me refera një me? Mirë, jo, nuk foli shumë referat, dyqysh ka shumë publika i kritikani, shumë ma shumë i kritikojnë se që dohet. Janë matë mirë se që mendojnë njerëzit që janë. Janë matë mirë dhe për që ata mundojnë asa ma i selë shumë me kohën me ta nëse di. është një thirrje referave mos mi tir hopat direkt. Po, një hopat. Nuk e di që ko morë në herë teknike prej najkojna. A po, ba.
Nuk e As moj. pe Gjelolit? Jo, unë me Gjelalin bile, unë mas mirti, a din diqyr gjithë është i respektueshëm, unë munduna me respektu shumë. Po në gretjen Po në me munduna mos më ashtru që atë stresin që e kanë, a din se shumë ju bojnë stres edhe nuk duhet ashtu. Se gjithë bujnë gabime, në që ato edhe mas... Kur e marrëm kështu matematikisht me llogarit, sa gabimi të bën trajneri, sa gabimi të bën lojtar. Nuk i jo, referat nuk i bojnë. E vërtet është edhe na peshohem tash edhe referat e huaj që në ardh, për shembull niveli i Xhelalit edhe i referave të huaj është çatu. A veden edhe unë për çata munduna kur mos me bu se çaj ka thirr më nuk ndryshohet ajo. Edhe gjithë unë çdo goti ketë referat sarë që bojnë gabime, mas lojës thonë e dinë edhe ata vetë që kanë bu gabim, edhe thonë çato ku gabim, a den su dosh me thirr ose u dosh me thirr faull ose su dosh me thirr faull, po morën faullin se ka edhe sa në tjera apo. Patjetër. A den komunikojnë me ty, janë njerëz që kanë qasje të mirë, kur kush nuk sillet, nuk është arrogant. A vjen, unë mendoj që po ndoshta që publiku e ka një farë presioni më shumë se që duhet ndaj tyne. Po e egzagjerojnë. Po normal edhe publiku në atë aspektin. Do të më ndikojt kur tupet. Vërtet. Edhe do të më bëu më shumë presion sa më shumë që s'mund edhe ekipit kundërshtar, edhe referave dhe këtë për me fitu ekipi jot. Kështu që ata janë mësuar, vetë kur folje me ta dhe thonë kanë herë as nuk i nina po që tash ne kur jeni lojë tani dikur as nuk i nin. Kështu që me një pikë të karrierës tënde, a kena me të pa në Evropë ose në Amerikë, tu luaj basketball? Në Amerikë nuk besoj. Në Amerikë do të me konë real me veten, është një nivel shumë më i lartë edhe se në Evropë, edhe se çdo kohë në botë, kështu që në Amerikë nuk besoj. Me tregu drejt, ëndra jam është me lujt në Evropë. Me provu Evropën, me provu tregun evropian, me këshyrë se ku jam, a mëj me lujt, as mëj me lujt. Në vjetë veç kësha dosht, me provu edhe me këshyrë, a mëj. Unë shumë besoj që kena me të punë. E ka një farë bindje. Inshallah, jena të punu sa ma shumë, jam mundona me punu sa ma shumë, në qatë drejtim më konë sa ma i mirë që një ditë me dollë në Evropë edhe me lujt në ekip në Evropës, pse jo, në nivel më të nalë se basketbolli i Kosovës. Tash unë kam dy pyetje. Që mos e marr për të keq, nuk është në nivel shumë i lartë edhe basketbolli i Kosovës. Patjetër na. Çto vitet e fundit janë lojtarë që vinë në organizimi i klubeve. Domethënë kur është organizimi i klubeve, mas ne edhe lojtarë që vinë tu janë shumë më të mirë edhe lojtarë vendor po zhvillohen çdo ditë më shumë. Kështu që niveli i basketbollit kosovar është më i madh se që ka qenë herë. Në herë tjetër. Pajtuna plus. Çu ki raporti me kryesin e Trepçës? Po i kam raporte shumë mira, një si fëmijë, spreqja kom nis basketbollit vullnet se thonë një Kerasan Prishtinë kom luajtur Kerasan Prishtinë e një kam përkrah shumë. Tash pjesë e kryesisë i Zeti, Valdrini, krejt këta. Po, çu ki raporti është shumë i mirë me ta, mirë, po nuk i kam njoft më shumë. Edhe arsyeja pse unë jam Trepsë, ku jam është puna e vullnet se fas. Sepse me vullnetin prej që i vogël ai deri tash gjithë na kon bashk. Dhe thonë në Amerikë, kur kina shku, kina konsultu bashkë mes qatë rrethit që kina pas, që kina punu. Kur kina shku në Amsterdam, para se me shku në Amerikë, kina konë bashkë. Kur kina vendosë që kina me nejnë Kosovë, ketë kina vendosë bashkë, kina konë një të fjallës. Kështu që qa do që bëj, edhe që të intervjis që i kom marrë mas fara e konë konsultu vullnetin. Vullnetin sa me mëngjes. Vullnetin me mëngjes, më ka shkru. E një shumët edhe unë ka ndimu, aja edhe Kerasan Prishtina që mu zhvillu, kështu që ma e pakta që muj me bu është mi akthuj burgjin që me konë Trepçë edhe me pas qëtu suksese që me pas performancë. Edhe me pas një performancë sa ma të mirë temen individuale, po ashtu edhe minimu ekipa sa ma shumë që muj, që do që muj. Si me pësip i bankës mi përkras, po si edhe në fush me pas performancat mira, që do që është si në mbrojtje, si në sulm, nuk ka problem. Të lunë edhe mbrojtje? Po, në fakt, unë besoj që edhe në ashtaket e dina që ma mirë luj mbrojtje se në sulm shumë. Kështu që se plet vito sulmi ja kanë që një 7-8 lojë e fundit se sulmi nuk u kon prioritet. Ai sholla veç fillimi. Kështu që të shoh. Tash unë kam do pyet, një fjali e filloj, ti veç kimë përfundu. Po. Përveç Trepçës, klubi më i mirë në basketboll në Kosovë është? Po, për momentin është. Shkurt, përgjigjja parë që të vjen mend. Bashkimi për momentin. Bashkimi. Lojtari më i mirë në Progrediv Super League? Emri parë kush po të vjen men. Hajde. Presioni atë qëto. Dëgjanarizi. 3 pikshat më të mirë po jep, së fundi. Dardan kapite. Unë do të më pranu. Kur e vesh i fanellën e Kosovës, ndihem shumë krenar. Amerika më ka mësu? Me një fjallë shumë shtirë.
Me 2? A ki ma letë? Qysh tash me prit rendin tënë? Prej këbë trepqës, mas mirë ti më shkon muhabeti me? Shumë pyetjet e shtira, bra. Jo, bre, se si Po cilë ti thom tjetër ti me të hotri, inshallah jo. Ja, se Po, si. qysh tash me drilionin? Me drilionin. MVP i Prokredit Superligës ka me konë, se fitusin e the, po vesh për të plus për MVP. Me që tritëm të lojës, paka shumë. Qysh ka përformu në gjysmë finale Drian Arizi? Edhe një pyetje nuk më pa ta bo. Akili e ka një farë konge që për bën atë vallëzimin. Krejt skuadra e ka bo. Ama vesh të komprit kur po delte. Pse si ke bote? Edhe Drilioni, edhe të Mushiqi, krejt bre e kam bo? Nëse kom bo se... Nuk ishëm aftësit mira. Nuk ishëm aftësi edhe jam vranje pësali, nuk fulla se se. Ishe gjburnu me dalë të këtyja. Kështë drejt me tonë? Po jo, nuk zdi, së është stili jam, së është i kësaj shumë. Okej, ma mund me që s'ki shumë aftësi. Edhe të veqone, jo me të po zbesaj që Jo, krejt ekipa e ka bu. I kom thonë, nëse bën, se a të ike nëse bën Adisi, tash nëse bën Adisi e bëj edhe në, kështë që nuk po dyshoj që e bën Adisi. Jam i sigur që jo, s'ka me bu. Për fund, një mesazh për Turciden, më ju përkra, edhe një për fund, edhe një mesazh tjetër pse duhet me u marrë me basketball. Po një mesazh për tifozët e Mitrovicës është që me na përkros që është din ata me na përkros gjithë, është një tifozëri shumë me flakt edhe një përkroje shumë madhe, kena dhe pa dyshim janë litari 6 në parket. Okej. Kështu që faleminderit që na përkrani gjithë edhe me vazhdu me na përkra edhe pa juve nashta nuk shinkon që sukseset e Trepqës. Okej, Dardan faleminderit shumë që ke pjesë e jona, jemi kënaqur muhabet. Drejt me tonë se një vasi podcast shumë si muhabet. Faleminderit për juve që më keni thirr, edhe në komenu që kemë pas shumë azor, por shumë ke një bisedim i mirë me ty. Si gjithmonë. Si çdo herë. Faleminderit shumë. Ju mos harroni triat e fundit mund t'i përcjellni në Kosovo Basketball Federation dhe Kosovo Women Basketball dhe mos harroni ndeshjet finalet e Prokredit Superligës sapo kanë filluar. Shihemi deri herën tjetër, rini në rjet.